Korea e Veriut kërcënoi se do të hakmerret kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës, nëse kjo e fundit nuk anulon stërvitjet ushtarake shumë kombëshe të planifikuar për të filluar të hënën. Korea e Jugut zhvilloi ushtrimet e përgjithshme me Shtetet e Bashkuara dhe aleatë të tjerë për të rritur gatishmërinë për të mbrojtur rajonin dhe për të ruajtur stabilitetin në gatishtullin korean, deklaruan forcat e kombinuara Kore e Jugut SBA. Këto stërvitje janë të përgjithshme dhe kërcënimet e hakmarrjes nga regjimi koreano-verior nuk mungojnë. Stërvitjet e përbashkëta ushtarake mes Koresë së Jugut dhe SBA-s janë intensifikuar dhe Republikës Popullore Demokratike të Koresë do t'i duhet të përballet me këtë, tha një zëdhënës për Komisionin Kombëtar të Mbrojtjes së Koresë së Veriut. Një zyrtar i Departamentit Amerikan të Shtetit tha për CNN se ishin në dieni të kërcënimeve. Stërvitja është transparente me qëllim mbrojtjen dhe rritjen e gatishmërisë së Koresë së Jugut dhe të rajonit. Këto ushtrime janë demonstrim i qartë i angazhimit amerikan me aleatët e saj. Ndërsa kërcënimi për stërvitjet ushtarake nuk është diçka e re për regjimin. Nga ana tjetër, një zëdhënës i Shtetit Komunist tha se Korea e Veriut është një fuqi e pathyeshme, pajisur me mjetet më të mira sulmuese dhe mbrojtëse në të gjithë botën.